Shqipëria magjike, çelet në Zar të Kroacisë, ekspozita dedikuar vendit tonë. Në Gradskoj Losit të qytetit të Zarës në Kroaci, u hap zyrtarisht ekspozita fotografike Shqipëria magjike, e cila do të jetë e disponueshme nga data 7 deri në 11 prill. Kjo ekspozitë u organizua nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Republikën e Kroacisë, Konsullata e Nderit të Republikës së Shqipërisë në Zarë, Muzeu Kombëtar i Zarës në bashkëpunim me Këshillin e Pakicës Kombëtare të Shqiptarëve të qytetit të Zarës, Bashkinë e Qytetit të Zarës dhe Universitetin e Zarës. Ekspozita u prezanton trashëgiminë e pasur kulturore dhe bukuritë natyrore të Shqipërisë përmes objektivit të fotografëve të njohur. Në ceremoninë zyrtare të hapjes ishin të pranishëm figura të rëndësishme diplomatike dhe kulturore, zëvendës ambasador Republikës Shqipërisë në Kroaci Alma Kasa, ambasador Republikës Kosovës Dr. Martin Berisha, këshilltare speciale Ministrisë Punëve të Jashtme Kroacisë Ermina Lekaj, Përlaskaj, si dhe mjaft personalitetet të tjera të quar. Të pranishëm ishin dhe konsulli i Nderit të Republikës Shqipërisë në Zarë Anton Deda dhe profesor Marko Lukic, zëvendës rektor për bashkëpunim ndërinstitucional ndërkombëtar të Universitetit të Zarës. Kuratori e ekspozitës Renata Peros përshëndetit pranishmin e emër të drejtoreshës së Muzeut Kombëtar të Zarës Vesna Sabolic, duke vënë parë rëndësinë historike të vendit ku hap kjo ekspozitë. Në fjalimet e tyre, kryetari i Bashkisë së Qytetit Branko Dukic shprehu krenarinë për këtë iniciativë.